Në ditën e dytë të festivalit të gazetarisë pyet u diskutua dhe çështja e desinformimit, ku i pranishëm ishte edhe deputeti socialist Erion Braçe, duke marrë fjalën pas Aldorninit të Akromax. Braçe tha fillimisht se nëse do flisja kaq troç se Aldori, në këtë vend do bëhej nami. Duke folur për sigurinë juridike, Braçe tha se kushdo duhet të ndihet i mbrojtur, ndërsa shtoi se mënyra se si nganjëherë veprojnë institucionet kthehet në abuzim të plot. Mëtej Braçe u shpreh se çështjen e desinformimit duhet ta rregullojë shteti, teksa shtoi problematikat. Gjëja e parë që duhet të them është po të flas unë me gjuhën që foli Adlori, në këtë vend bëhet nami. Po fol. Dhe nuk ndodh. Ke hapësirën që të flasësh, ti ngrem shqetësimet, kështu që. Një sekond. Hajde ti zgjidhim, të marrim masa konkret. Një sekond. Çështja e sigurisë juridike për cilin flet Aldori është shumë e drejtë. Normalisht gjithkush duhet ndjehet i sigurt dhe i mbrojtur nga institucionet. Por në krahun tjetër, mënyra se si institucionet veprojnë, nganjëherë kthehet në abuzim të plot. Të vendosësh sot kufizime për një lajm nga një redaksi mediatike, televizive ose jo, është shkruar kështu me radhë online, e më radhë është e pamundur në këtë vend. Ta themi siç është. Patjetër, në lajm reagimi që vjen. Por problemi që ndron që ne nuk dim kujt i referohemi kur një portal anonim shkruan diçka që na dëmton. Një çështje që është shumë e rëndësishme, ka një gamë shumë të gjerë. Nuk është vetëm desinformimi. Brenda strategjisë kemi listuar disa aspekte të keqinformimit apo të informimit që shkakton dëm. Duke nisur nga desinformimi dhe keqinformimi dhe në fund fare edhe me propagandën. Për të adresuar këto problematika kryesisht me ndërhyrje të huaja, ndërsa brenda vendit me ndërhyrje politike. Çështja e transparencës dhe çështja e përgjigjes së institucioneve qeveritare është kthyer në një problem shumë të madh, jo vetëm për qytetarët, por dhe vetë institucionet ku vendin dhe deputetët, tha deputeti Braçe.